Unë këtyre personave që thonë që me përfitu nga aktivitetet kriminale, ju them që kosto është shumë e lartë. Ka shumë vene të cilat e kanë tjera të botës të cilat kanë mendu kështu, po pasojat kanë qenë mjaft më për tyre. Në analizat e juja, sa menoni që është problem shpërlarja e parave për sistemin financiar në Kosovë dhe për ekonominë e Kosovës? Po, Krishnik, me të vërtetë është një temë mjaft interesante dhe goxha sfiduese me diskutuar rreth fenomenit të shpëlarjes apo pasrimit të parave. Në këtë aspekt, në terma thjesht me shpjegu se çka është pastrimi i parave. Nën kupton atë maskimin e origjinës së mjeteve të fituara nga aktivitete kriminale me qëllim që kriminalet të përfitojnë dhe të duken sikur janë mjete legjitime. Në këtë aspekt është me rëndësi me cek cilat janë pasojat ose konsekuencat nga pastrimi i parave për vendin. Konsekuencat janë konsiderueshme të larta sa i përket pasojave ekonomike edhe sociale. Pastrimi i parave ka efekte negative, sidomos në aspektin e reputacionit vendit, pastaj dëmtimit të integritetit të sistemit financiar. Kjo është bajegi kritike, pasi që mu cenu integriteti i sistemit financiar, humbet edhe besimi i publikut, reputacioni i vendit si që cika, pastaj pastrimi i parave në një vend gjithashtu e rrit ekspozimin e kriminalëve dhe krimit të organizuar. Këto janë disa nga ato konsekuencat kryesore të cilat i afekton një vend fenomeni i pastrimit të parave. Prandaj edhe Kosova si shtet këtë drejtim në vazhdimsi ka ndërmarrë hapa për me parandalu edhe me vendos mekanizma për me parandalu fenomenin e pastrimit të parave. Në këtë drejtim mundemi me cek kështu në mënyrë kronologjike, domethënë ne si vend e kemi të vendosur një kuadër ligjor goxha efektiv edhe që është konsiderojë në pajtueshmëri bajegi të lartë me direktivat e Bashkimit Evropian edhe me standardet e FATF-it. Përveç kuadrit ligjor, pastaj vendi e ka të themeluar, domethënë me ligjin e parandalimit të pastrimit të parave, njësinë për inteligjencë financiare që është autoritet primar, edhe është një autoritet i pavarur që ka drejtën për me kërku, me analizu, edhe me përcjell domethënë rastet e autoritetet kompetente sa i përket dyshimit të pastrimit të parave. Për me u vazhdu tutje, Banka Qendrore gjithashtu domethënë si autoritet regulativ edhe mbikëqyrës sistemit financiar, bazuar në të drejtat që ja jep ligji për parandalimin e pastrimit të parave, ka themelu divizionin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit. Gjithashtu ka krijuar një kuadër regulativ mjaft në pajtueshmëri të lartë, themi me direktivat BE-s dhe me standarde ndërkombëtare. Në këtë aspekt, përpjekjet e Bankës Qendrore, duke u bazuar edhe në planin strategjik, mundemi me thonë që i ndjekin dy objektiva në këtë drejtim, që është ngritja e kapaciteteve për një mbikëqyrje të bazuar në rrezik. Edhe e tjetra është domethënë ngritja e pajtueshmërisë së kuadrit regulativ. Nëse më lejohet, me shpjegum pika shkurt pse po themi mbikëqyrje të bazuar në rrezik, dihet që resurset shpeshherë janë të pamjaftueshme të regulatorit kudo në botë, kështu që përpjekjet gjithmonë duhet që jenë të bazuara aty ku rreziku edhe ku zonat ku kërkohet vëmendje, në mënyrë që resurset të shfrytëzohen në mënyrë sa më efikase. Cilat janë sektorët më të rrezikuar në Kosovë që ju mendoni që ka rrezik për shpërlarjen e parave? Pyetje goxha interesante edhe kështu e lyp një shtjellim pak më axhir. Duke u bazuar edhe në vlerësimin e rrezikut kombëtar, mirë po duke u bazuar edhe në praktikat e standardeve ndërkombëtare. Duhet me identifiku hapi i parë është identifikimi, pastaj vlerësimi edhe në fund rreziku i mbetur. Tek identifikimin si vend në vazhdimsi përmes vlerësimeve të rrezikeve nacionale që janë zhvilluar, është identifiku se prej nga vjen kërcënimi, pastaj edhe cila është synueshmëria. Mundemi me thonë që kërcënimi në vend supozohet që kryesisht vjen nga evazioni fiskal, vjen nga kontrabandat, vjen nga trafikimi i drogave, kështu që ka disa veprave se cilat quhen predicate offenses. Pastaj është edhe synueshmëria. Në lidhje me pyetjen, unë për kështu gjatë punës që e kemi edhe vlerësimet që e kemi bë, i kisha veçuar ndoshta 3 sektor
më të cenueshëm, se cilët në vetë e barti një rrezik inherent më të lartë të rrezikut për mu shfrytzuar nga pastrimi i parave, mundemi thonë ndoshta sektorët e përdorimit të lartë të parave në të gatshme apo parave cash, ku munden më përfshi zona një shembull është autosallonet. Pastaj është sektori i ndërtimtarisë, i patundshmërive, edhe i kisha veçuar diçka që është kështu është rrit kohëve të fundit. Janë sektori i kriptovalutave. Tash të elaborojmë pak a shumë pse i kemi zgjedhur ndoshta këto sektor, se normalisht ka edhe disa tjerë, po i konsiderojmë kështu si më të cenueshëm. Tek sektorët e përdorimit të parave në të gatshme, pastaj kemi pezojmë autosallonet apo edhe biznese tjera të cilat kanë përdorim intensiv të parave në të gatshme, për shkak që paraja në të gatshme, paraja cash e humbat gjurmëshmërinë për dallim nga transaksionet bankare. Qysh mrin autosallonet, që po i përmendni, me shpërla parë në Kosovë? E tash të këto deshta me elaboru këta. Do më thonë, kjo është një rrezik inherent. Për shkak të autosallone mundem ju afru klient, ndoshta që kanë rrezik lartë. Pastaj autosallonet kanë edhe, do më thonë, transaksione që arrim vlerat larta. Do më thonë, me vlerat larta mundet me realizu transaksione, duke pranu edhe cash, do më thonë që nëse mungojnë kontrollet e duhet, verifikimit të klientit, munden me u bë subjekt që i ndihmojnë, do më thonë, kriminalet për të pasurinë parave. Mirë po, këtij rreziku inherent është shumë e rëndësishme mi theksu edhe kontrollet që ne si shtet i kemi apliku. Pezojmë se ato sallonet janë subjekte raportuese sipas ligjit për parandalimin e pasurimit të parave dhe janë të obliguara që të raportojnë një njësim për inteligencë gjitha transaksionet cash mbi vlerën 10.000 euro. Kjo është një kontroll bajegi e mirë për me majtë në situatën monitorim se mos po ka raste. Pezojna, munden me qenë persona që kanë tyra që i kanë gjeneruar nga veprat e tyre kriminale, munden me ju ofru autosalloneve të cilat nëse kanë kontrollet të dobta ose jo adekuate munden me u shfrytzu duke pastaj duke domethënë ju ofruar këto produkte, këto shërbimeve. Grupeve ndryshme të cilët pastaj atë vetur munden ta shesin, ndoshta edhe me një transakcion bankar edhe të duket sikur këto mjete faktikisht janë legjitime. Domethënë kjo është një rast se si mundet me u përdor. Po është me rëndësi, domethënë që si vendosja kontrolla, domethënë në momentin që janë subjekte raportuese obligojnë ligjet për raportim, gjithashtu si subjekte raportuese marrin edhe informata këshilluese ndryshme për ngritjen e vetëdijsimit. Për dallim prej sektorit financiar, këto sektorët jashtë sistemit financiar kanë nevojë shumë për vetëdijsim. Domethënë që edhe ne si vend bajegi shumë edhe mendimin e partnerëve kanë vepruar në atë aspekt që me u rrit vetëdijsimin, domethënë i këtyre subjekteve pse është e rëndësishme me u vendos kontrollet adekuate. Pastaj përmendëm edhe sektorin e ndërtimtarisë. Këto domethënë është prap ky rreziku nga pastrimi i parave, ndoshta për aspektin se prap ka transaksione me vlera të larta. Ju ofrojnë ndoshta edhe klientë të cilët bartin rrezik të lartë, domethënë munden me qenë persona të ekspozuar politikisht apo klientë të cilët në vete merren me aktivitete që konsiderohen me rrezik të lartë. Pastaj tek ne lidhet ndoshta edhe aspekti pak i përdorimit parave të gatshme në mbledhjen e materialeve ndërtimore, domethënë se lidhet pak edhe me informalitetin. Kështu që ky është një lloj rreziku inherent që ky sektor e bart. Mirë po edhe këtu vlen mu theksu një kontroll mjaft i rëndësishëm që është vendosur në vend, siç është që çdo shitblerje, kështu të themi, patundshmërisë mbi 10.000 euro duhet me u bë me një transakcion bankar, për ndryshe nuk mundet me u bërë pronësia. Domethënë është në rëndësi me ditë vendi, me identifiku rrezikun edhe me paraprime disa kontrolle. Po kemi ndërtimet banesave të objekteve të larta që po portretizohen si shpërlamje e parave. Qysh mrin ato me kalu këtë filtrin e 10.000 euro dhe me legalizu parë? Po, këto ONC ka hapin tjetër i cili lidhet me informalitetin. Domethënë munden me ka shumë lloje, supozohet që ka pagesa që realizohen cash, domethënë tek materiali ndërtimor deri tek ndërtimi. Pastaj pjesa tjetër domethënë mundet më do komplet legale, domethënë po si kanë arrit me orderi tek ky investim, domethënë është ai rreziku në vete që e bart ky sektor. Pastaj e përmendëm edhe sektorin e kriptovalutave. Sfundi edhe në skenën ndërkombëtare, domethënë është flitet, raportohet për keqpërdorimin e këtij sektori nga grupet kriminale, nga mashtruesit, nga krimet kibernetike e të ndryshme. Kjo vjen pak si shkak që
asetet virtuale ose këto kriptoasetet e kanë këtë karakteristikën nuk anonimitetit, për shkak të zhvillimeve teknologjike që i përdorin. Pastaj çosjes në tregje të shpejtë, çosjes në tregje globale, transakcione në vlera të larta, munden me e ofrojnë mundësi të mirë për mu kesh përdorur nga grupet kriminale. Kështu që në këtë aspekt unë e përmenda këto edhe me shkasin që ne si vend fundi kemi adoptu ligjin për kriptovaluta. Përmes të atij ligji rregullohet procesi i rregullimit, licencimit, po edhe të mbikëqyrjes së këto currency exchanges që janë të mirën me kriptovaluta, gjithashtu edhe ofrues të shërbimeve të kriptoaseteve. Prandaj supozohet që shumë shpejt këto nga një treg i pa rregulluar, me u rregullu, me u licencu, me u mbikëqyr. Kështu që a dim parafërsisht sa parë kanë mujtë me investu kosovarët në kriptovaluta? Ka për llogaritje? Nuk është pak kështu vështirë me orë të një llogaritje e tillë, përderisa nuk kanë qenë kështu të rregulluar në aspektin e identifikimit, domethënë në pranimin ndoshta të parave cash. Pastaj ato para nëse pranon cash munden me investu në tregje globale. Në këtë aspekt është vështirë e llogaritshme, mirë po duhet sikur që ka qenë nën vëzhgimin, domethënë edhe kështu në mendjen e shtetit që një kohë të gjatë, sidomos viteve të fundit, edhe kemi arritur deri këtë fazën ku veç është finalizuar, domethënë aspekti i kuadrit ligjor rregullativ në mënyrë që këto të rregullohen. Pra, ne nuk e kemi një shifër të saktë sa parë kanë kalu prej Kosovës në kriptovaluta, në transferë ndërkombëtare, qoftë nëpërmjet Western Unionit, qoftë nëpërmjet MoneyGramit, qoftë nëpërmjet bankave. Këto pastaj është përmes bankave personat të cilët dallon, domethënë përmes bankave gjithçka është e gjurmueshme edhe është e kalkulueshme. Në rastet ka klienta se ta kemi qartë, kriptoasetet falem nga aspekti i cenueshmërisë që mundem më shfrytëzu, po të njëjtën kohë një masë e madhe qytetarëve tonë kanë investuar për përfitime, domethënë nuk duhet ta theksojmë se çdo kush që ka investuar në kriptoasete është duke shpëlar parë. Një pjesë e madhe qytetarëve kanë realizuar transakcione apo investime në këto platformat kryesore të cilat janë bezon Binance apo të tjera, mirë po ato që realizohen përmes transakcione bankare, domethënë janë për shkak që ato mjete prej këtyre platformave online duhen në momentin që të rregjën duhen me dalin një llogari bankare. Këto janë plotësisht domethënë të gjurmueshme, janë legjitime. Mirë po kjo pjesa tjetër ndoshta që kanë mujt me operu apo në qofshin duke shkuar në për vende të tjera, domethënë që me vendos parën cash në valleta e pastaj me këtë mrapa, kjo është që ka kështu lën hapësirë domethënë për me konstatu saktë se sa mundet me qenë. Ne shohim dhonat e ekonomisë të Kosovës, shohim një import shumë të madh, në vlerë të madhe, shohim investime shumë të mëdha, në anën tjetër kena prodhim shumë të vogël. Nëse ju kishi për llogarit, sa përqind sa milion llogaritet që është shpërlamje e parë në Kosovë? Kreshnik edhe këtu duhet me analizu këtë çështje nga aspekti pasi që me arrit të një vlerë saktë, një shifër saktë, është bajegi kështu sfiduese. Edhe nuk është sfiduese vetëm për vendin tonë, por është sfiduese edhe në sferën ndërkombëtare. Po e them këtë, pasi që nëse ju referohemi studimeve dhe raporteve treguesve ndryshëm, domethënë. Supozohet që në skenën kështu globale, ndoshta 3 deri në 5% e GDP-s mundet me qenë domethënë ajo pjesëmarrja e aktivitete kriminale apo shpëlamjes parave. Tashti edhe diferenca 3 deri në 5 ka shifra marramendse. Domethënë prap nuk është kështu, është kompleksiteti që e llogarit këto. Një prej sfidave në llogaritje është pezojmë pasi që ka vende që këto veprat kriminale predikatofens nuk i kanë gjithat njëta. Bezojna ndoshta një shtet që nuk e ka evazioni fiskal si vepër të kriminale, nuk hyn në llogaritje, mundet me pas diferenca. Domethënë ka sfida, mirë po nëse ju referohemi në vend, disa treguese, disa raporteve që janë realizuar, ka iniciativa të ndryshme,
Vendet e Ballkanit kështu supozohet se dalin pak më lart se ky trend, dikon tek 6 apo 7% e GDP-s vendet që mundet mu shfrytzu për financat paleqme, themi, se kjo mos të përkufizojmë ashtu vetëm të shpëlavja, po prap aty edhe financat e paleqme, vepra tjera kriminale, po përapërsisht, domethënë kjo është supozimi që 6-7% e GDP-s vendit ndoshta mundet me qenë pjesëmarrë, që është pak relativisht e lartë, po lidhet pastaj shumë edhe me informalitetin, lidhet domethënë me çat përdorimin e kishit si vend. A besoni që parja ashtu ardh prej vendeve të Evropës për aktivitetit kriminal të grupeve shqiptare, apo ashtu ardh prej vendeve të rajonit, apo ashtu gjeneru në Kosovë kjo parë e cila po shpërndahet? Unë këto, domethënë këtë pyetje e kisha këtë shpjegimin nga aspekti i regulatorit. Ndoshta autoritetet tjera, law enforcement tjerë munden me pas domethënë shpjegime nga aspekti i punës së tyre. Nëse analizojmë nga aspekti i investimeve në vend, domethënë, nga statistika që janë publikuara përmes veçanëve të Bankës Qendrore, ne shohim se pjesëmarrja më të lartë të investimeve direkte në vend e kanë vendet e Bashkimit Evropian siç është Gjermania dhe Austria, vende tjera siç është Zvicra, Turqia, Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse analizojmë këtë fluks, e ka logjikën e vet, domethënë me gjitha këto vende kemi relacione kështu të forta nga aspekti, kemi diasporë të madhe atje, pastaj kemi raporte tregtare edhe për të tregtare me Shqipërinë, raportet kështu me vende si Turqia. Në esencë duket që janë vende që nuk bartin rrezik të lartë të pasrimit parave. Domethënë duket që bijnë investime të sigurta, pastaj pjesa tjetër që ja vlen me diskutuar që pjesëmarrja më e madhe këtyre investimeve është te sektori financiar, domethënë ndoshta tek sektori financiar dhe te sektori i patundshmërive. Domethënë vrem që shumica e këtyre domethënë pjesëmarrja më e lartë është tek këta dy sektorë. Kështu që nga aspekti i këtyre vlerave, këtyre statistikave, duket që si statistik duket që vinë investime, domethënë që nuk bartin ashtu rrezik të madh të pezojmë se kishin pas në marrëdhënie dhe themi investime direkte nga vende të tjera, të cilat kanë le të themi kështu regjime jo adekuate për parandalim pasimit parave, apo që njihen vende offshore, apo domethënë kryesisht janë vende të cilat e kanë një logjik mrapa pse munden me qenë ato investime në vend. Pra po them është rreziku pak kështu më i lartë tek aspekti i patundshmërive, se tek sistemi financiar ne i dimë që i kemi grupet e mëdha, domethënë cilat kanë bankat janë pjesë e tyre, tek aspekti i patundshmërive munden me kërkuar vëmendjen pastaj ku vendi përmes identifikimit të rrezikut, vlerësimit ndoshta një vlerësimi sektorial vetëm te sektori i patundshmërive munden me pas informata më të sakta. E përmendet hapësirat offshore. A ka dhëna që kemi investime prej Dubajt, prej Panamas, prej vendeve të tilla? Po ka investime edhe prej shtetet arabe, mirë po jo në atë masën që domethënë me pas më shumë se sa këto vende që i falim domethënë Bashkimit Evropian, jo në shifrat që ne i diskutuam ato investimet me peshë më të madhe që e kanë. Po edhe me shtetet e bashkuara, këto shtetet arabe, domethënë ne shohim një trend, domethënë që ka filluar lëvizmëri, domethënë e qytetarëve, shkojnë atje pak punojnë, eksplorojnë, investime në patundshmëri, domethënë është në rritje edhe kjo, mirë po theksi më i madh tek këto shtete. Sa i përket vendeve offshore, nuk ka kështu investime, domethënë që vinë nga këto vende. Këto vendet offshore konsiderohen si parajsa fiskale, edhe nga aspekti i parandalimit pasimit parave vlerësohen vende me rrezik të lartë, edhe i sistemi financiar të na këto vende i trajton me një kujdes të shtumë. Domethënë çdo transakcion që mundet me u bë me vendet offshore i kalon një monitorimi të shtumë, si ka aspekti i monitorimit domethënë të arsyeshmërisë, marrëdhënies biznesore me ata klient, domethënë mirën informata pse po realizohen këto transaksione në vendet offshore. Aty mundet me pas transaksione, domethënë pagesa të le të themi të importeve, domethënë ndoshta biznese që janë themeluar në që i përdorin këto vende, mirë po nuk është ashtu që me rreziku domethënë sistemin tonë domethënë financiar, dhe është nuk hasim domethënë në transaksione të shpeshta me këto vende offshore, edhe natyra e bizneseve të vendit tonë nuk ka pas kështu
rastet shumë të theksume të cilat i shfrytëzojnë këto vendet offshore, domethënë që munden me qenë ndoshta le të themi edhe këto ovër, ndoshta Çipro, janë do vende kështu që munden me u konsideru për shkak ndoshta lehtësime të themelimit të bizneseve atje, mirë po nuk kemi pa diçka që është shqetësuese. Në raport me nxjerrjen e paras prej vendit tonë, llogaritet që shpërlami e parave synon me pru parën e krimit prej jashtë, me e legalizu këto dhe me nxjerr jashtë. A kemi të dhana sa pare eksportojmë na prej shpërlarjes parave ose prej... Po, është tashti kjo nuk është që kemi kështu dhana të sakta se sa pare e krimit del jashtë. Ne e dhamat e diskutuam domethënë sa konsiderohet që është në përqindje GDP-s, domethënë sa është ajo shkalla e pjesëmarrjes së këtyre aktivitete në GDP-n e vendit, ndërsa qarkullimi ne si Bankë Qendrore tani mundemi ndoshta me diskutu pak aspektin sa transfere ndërkombëtare realizojmë apo me vendet e rajonit. Tashti pjesa më e madhe e transaksioneve me vendet e rajonit është me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Domethënë Shqipëria ka vendin e parë ku ndoshta bazuar në disa dhëna statistikore, domethënë qindra miliona domethënë dalin apo edhe hyjnë brenda nga Shqipëria, pak më pak nga Maqedonia dhe Mali i Zi. Për çka hyn këto transaksione? Hyn për blemi, hyn për blerje të pronave? Po këto tashti ne e dimë që një pjesë e madhe mundet me qenë investime atje, domethënë goxha shumë ka që qytetarët e Kosovës realizojnë investime atje, realizojnë pagesa atje. Fluksi i qarkullimit është shumë i lartë domethënë me Shqipërinë edhe nuk shumica e këtyre domethënë transaksione janë këtë aspekt të investimeve, qofshin patundshmëri, pastaj janë pagesa që realizohen atje, edhe janë të natyrës që lëvizshmërisë të lirë që e kemi me Shqipërinë. Pastaj me Malin e Zi dhe Maqedoninë prapë edhe këto janë vende fqinje që kemi marrëdhënie tregtare, munden me qenë domethënë pagesat e importeve, eksporteve, investime edhe Malzi kanë filluar domethënë investime në patundshmëri, sidomos këto vende domethënë që janë bregdetare. Kështu që kryesisht ne ju referohemi domethënë aty në transaksionet të cilat realizohen përmes sektorit financiar. Shqipëria llogaritet për njëri prej vendeve që ka shumë pare të krimit që presin më shpërla. A ka prova që pare të krimit organizuar të Shqipënisë janë ardhur investuar në Kosovë dhe tash po kthehen atje në rrugë ligjore? Krishnik, tash këtë aspekt ne si Bankë Qendrore nuk është që kemi domethënë informata të tilla kështu që me mujt me ndoshta prej autoriteteve tjera kompetente të cilat kanë realizuar ndoshta edhe hetime apo të cilat janë ndërmarrë dhe kështu verdikte finale munden me pa këto. Shqipëria konsiderohet kështu edhe Shqipëria një vend që ka përdorim të lartë ndoshta të parave të gatshme, mirë po duhet me theksu një fakt që Shqipëria vitin e kaluar është larguar nga listat grey list të Moneyval edhe të FATF-it. Moneyval është trupe e FATF-it në kuadër të Këshillit të Evropës që bën vlerësimin e aspektit pajtueshmërisë me parandalim pasimit të parave dhe financim të rizikut. Domethënë edhe Shqipëria ndoshta deri vitin e kaluar është konsideruar si vend me rrezik të lartë nga pasimi i parave. Mirë po tash është larguar nga ajo listë për shkak të disa hapave të cilat ata i kanë realizuar. Pra po them, ne më shumë e shqetësojmë këtë aspektin, domethënë e fluksit në aspekt të transferit ndërkombëtar, domethënë investime apo pagesa që janë. Ndërsa një përgjigje më saktë kish me qenë se veç mirën edhe dhona domethënë edhe prej autoriteteve tjera që me u përgjigj saktë në pyetjen e juve. E përmend ekonominë e keshit, edhe qarkullimin e keshit. A është kjo provë që në Kosovë ka shumë pare e cila është jashtë sistemit dhe mundet më shpërla? Po, Krishtik, është një temë mjaft interesante, e kërkan një shpjegim. Duhet me theksu që tashti edhe keshi është mjet i pagesës, edhe keshi është një mjet legjitim i pagesës që shfrytëzohet edhe njihet për me realizu transaksione. Ka vendet Bashkimit Evropian si që Gjermania që ka një aplikim bajegi të gjerë të keshit në GDP-n e saj. Mirë po, për shkak të tipareve që i theksuam edhe më herët. Kosova, themi që është një vend që në bazë disa supozohet që
ndoshta 30% e GDP-s vendit, ekonomisë vendit është ajo ekonomia informale, domethënë. Pastaj ne e cekëm edhe në fillim që evazioni fiskal është një prej veprave kështu që i prin nga kërcënimi i rrezikut pasrimit të parave. Nëse analizojmë domethënë një ekonomi e cila ka një përdorim të lartë të keshit, po e bart një rrezik nga pasrimi i parave, për shkak të atyre karakteristikave që i cekëm, siç është domethënë humbet gjurmëria e transaksionit, pastaj është realizimi i transaksionit cash nga klient me rrezik të lartë, domethënë është një tipar që ndukje e jep një rrezik të lartë domethënë nga pasrimi i parave, mirë po tek ne si vend Kosova duhet pak me analizu që goxha është një farë lloj tradite ashtu me përdor paron cash. Domethënë për te rrezikun nga pastrimi i parave, shumë qytetarë ende i besojnë asaj që me rujt parën cash, me bë pagesa cash, domethënë ka persona që rrogën komplet e tërheq edhe realizon pagesa cash, është pak edhe pjesë e mentalitetit që nuk po them që është keq kjo, mirë po që kur bëhen bashkë gjithë faktorët e çet Kosovën me një përdorim të madh të keshit. Në këtë aspekt si Bankë Qendrore ne gjithmonë kemi pas strategjinë me i paraprik kësaj. Si me i paraprik kësaj duke marrë reforma drejt digitalizimit të shërbimeve financiare, stimulimit të pagesave me kartela. Edhe nëse i shohim statistikat e fundit, domethënë sa i përket përdorimit të kartelave, ka rritje të përdorimit të kartelave përmes poseve. Unë personalisht këtë temë kështu e trajtoj me shumë seriozitet edhe mendoj që si Bankë Qendrore kemi bë bajegi disa hapa që kanë shku drejt digitalizimit, po edhe bankat kanë digitalizuar bajegi shumë shërbime financiare. Nëse i krahasojmë me vendet e rajonit jemi bajegi përpara me produktet inovative që i sjellim treg, pastaj janë kriju edhe infrastruktura regulative për me pas fintech në vend që gjithçka realizohet përmes sistemeve online. Edhe vlen më theksu disa hapa që ndërmarr nga Banka Qendrore domethënë është adoptuar rregulloria për operacione e parat gazme, tashti është obliguar që institucionet financiare mos me ricirkullu kartë monedha prej 500 euro. Domethënë nuk do të thotë që është ndaluar qarkullimi i tyre në treg, mirë, por nuk do të ketë riprodhim apo ricirkullim të tyre në treg. Gjitha kjo është bërë me idenë me zvoglu sasinë e kesh aplikimit të keshit në vend. E supozohet që ndoshta mbas një kohe me zvoglu këtë lerën e 500 deri në 200, domethënë që po të njëjtën kohë duke marrë masa, lecira, këtu mendoj që edhe si shtet duhet me pas lecira më shumë që edhe bizneseve me ju lecu përdorimi i posave, domethënë pa kosto shtesë që me stimulu, domethënë. Mendoj që kemi obligim qytetar, secili prej neve, me trajtu evazionin fiskal ashtu siç duhet, duke kërku domethënë shërbime, duke kërku kuponat fiskal, duke kërku për i bizneseve raportim, domethënë është një temë besoj që e kemi kështu si obligim qytetar, pasi që kjo është e kërcënu domethënë ekonominë e vendit, vendi është duke pas ndoshta më pak hyra për shkak të evazionit fiskal, kështu që kemi domethënë kështu si pikë referuese ndërmarrjen e hapave të cilat duhet me realizuar këtë aspekt. Si eksperti i ekonomisë, çka ju thotë zonave që menojnë që ekonomia jonë mundet mu zhvillu mbi bazën e shpërlamjes të parave? Që këto pare që hyjnë këtu kanë me zhvillu ekonominë tonë. Po. Krishnik është temë interesante edhe ne kemi si ekspert fushës, ne kemi për obligim me realizu detyrat tona të cilat na i obligon ligji. Kështu që nuk kemi kompromis sa i përket veprimet tona të cilat janë në harmoni me ligjin. Unë këtyre personave që thonë që me përfitu nga aktivitetet kriminale ju them që kosto është shumë e lartë. Ka shumë vende të cilat e kanë tjerat botës të cilat kanë mendu kështu, po pasojat kanë qenë mjaft më për tyre. Domethënë i cekën fillim reputacionin e vendit. Pasoja domethënë aty vendi ku ka se nëse ne ja hapim derën këtyre domethënë mjeteve të këtë krimit në ekonomi, ne jemi duke rrit ekspozimin dhe jemi duke i fuqizuar grupet kriminale edhe aktivitete kriminale. E kjo pastaj e cënon sundimin e ligjit, e cënon ekonominë e tregut, i dëmton investimet e huaja, i dëmton konkurrencën brenda ekonomisë. Deri tek pasojat që ne mundemi me qenë vendi sankcionu me pas sanksione ndërkombëtare. Duke marrë parasysh që ne si shtet jemi të duke bërë përpjekje konstante me qenë pjesë e trupave të Këshillit të Evropës, synojmë Bashkimin Evropian,
ne kemi për obligim me i realizu edhe detyrat cilat janë sa i përket sundimit ligjit. Kështu që unë mendoj që kosto nga ana tjetër është shumë më e madhe, edhe kjo është përgjigjja jam drejt atyre që mendojnë që ndoshta duhet mu shfrytzu këto aktivitete për më rritë ekonominë. Është mendim goxha shkurtpamës, përveç tjerave nuk është e drejtë edhe nuk është e moralshme me mendu në këtë mënyrë.